Nëse Tirana është larg për të patur një hon apo shqetësim nga protesta për pushuesit e huaj që zgjedhin jugun, kryesisht pse jo Himarën, tek review-t negative, shumë i kanë parë me kritika e shumë i kanë parë edhe si qesharake. I kanë kushtuar Himarës, pra mund të kishit sot shumë turist dhe do të ishin më të kënaqur edhe njësitë akomoduese pa këto review negative? Atëre do të deshëm të kishim vërtet shumë më tepër, por kapacitetet akomoduese që ka sot Himara janë fully booked. Nuk ka asnjë mundësi të përballojmë më shumë, por gjithsesi për vitin e ardhshëm investimet që po bëhen në drejtimin e kapaciteteve akomoduese hotelerisë premtojnë për më shumë vizitor në Himar. Patjetër që ka pasur review negative dhe komente negative në këtë periudhë dhe mund ju them që shumica e tyre ishin të pa justifikuara, po t'ju marr vetëm një shembull për sa i përket muajit qershor, fillimit muajit qershor ku ka pasur një problematik me detin. Një problematik që në Himar është i përvitshëm dhe nuk ka të bëj me ndotjen e detit me ujërat e zeza sikurse po bënin komentuesit e ndryshëm, pra po shkruanin komentuesit e ndryshëm në rrjetet sociale. Unë jam shumë i qetë për këtë, pasi jo vetëm analizat që kemi bërë disa herë dhe që kanë rezultuar se uji ishte i pastër, pra nuk ishte i ndotur, ka pas një problematik, sikurse e thash, që është i përvitshëm dhe që ka të bëj, është një fenomen natyror, të cilën më kanë thënë edhe vetë himariotët e vjetër, kryetar mos u shqetëso sepse ky është fenomen i përvitshëm i muajit qershor që ndodh në Himar. Ja ku jemi sot, pa bërë asgjë, deti ndërkohë është shumë i pastër, është kristal, ashtu sikurse i ka gjithë detin Himara, dhe nuk është më ajo çështje, ajo problematik që ishte ditët e para të qershorit. Megjithatë, edhe pse disa herë kam thënë në media, dashakeqët kanë vazhduar duke bërë komente nga më të ndryshmet. Mora vetëm një çështje, ka dhe çështje tjera të cilat padyshim ndikojnë negativisht, por vizitorët nuk lexojnë vetëm komentet, ata që vinë në Himar e shikojnë nga afër që problematikat e ngritura në pjesën dërmuese të tyre, duke pranuar vërtet që vërtet mund të ekzistojë ndonjë problematik që vlen për ta trajtuar, por pjesa dërmuese, sikurse e thash, ishin të qëllimta dhe jo të drejta. Zoti Tavo, ka gjithnjë debat kur jemi në mes të një sezoni turistik, sidomos nëse flasim për jugu, shërbimi, cilësia dhe çmimet, plazhe publike, plazhe private. Bashkitë të tjera kanë përcaktuar edhe listën e çmimeve që do duhet paguaj një vendas apo edhe një turist i huaj për qëndrimin e tij në një plazh privat, ka kontrolle të vazhdueshme edhe nga policitë bashkiake. Si ka shkuar ky sezon deri më tani? Ka patur problematika sa i takon çmimeve, me kontrolle, me abuzime, apo çështja e çmimeve përveç plazhit, flas dhe për restorantet, hotelet, është tregu i lirë dhe nuk mund t'i kontrollojë as pushteti vendor dhe as pushteti qendror. Padyshim që ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me operatorët turistik për të mbajtur një standard dhe një nivel për sa i përket cilësisë shërbimit që u ofrohet turistëve dhe çmimit, pra duhet të ketë patjetër një raport të drejtë, por gjithsesi mund të ketë patur në disa raste dhe abuzime. Ne jemi përpjekur që t'i kontaktojmë këto subjekte për t'i sensibilizuar dhe për të thënë që kjo nuk është zgjidhje, por është çështje private, çështje e tyre dhe nuk mund të ndikojmë drejt për së drejti. Por ata e kuptojnë vetë që një ndryshim i tillë i menjëhershëm i çmimeve për te asaj norme që mund të jetë logjike, ndikon drejt për drejt edhe në biznesin e tyre dhe patjetër që edhe në përgjithësi për gjithë Himarën, sepse hapet, flas për ata që nuk janë në Himar, që nuk vizitojnë Himarën, por që e dëgjojnë dhe e lexojnë. Për ata që vinë në Himar dhe që e provojnë vetë, e shikojnë që në pjesën dërmuese, mbi 99% të operatorëve turistik, qofshin këto struktura akomoduese, por edhe përsa i përket restoranteve, kanë një çmim pothuajse të njëjtë me një vit më parë dhe që
nuk kanë abuzuar. Ata që po abuzojnë e shikojnë që u ulet klientela e tyre dhe sikur se ka ndodhur vjet që e tentuan në fillim rreth 6-7 struktura komoduese dhe restorante dhe mbas 20 ditësh janë kthyer me këmbë në tokë dhe i kanë rikthyer çmimet që kishin më përpara. Këtu përmenda edhe një ndarje të plazheve publike dhe plazheve private pastaj. Atëre plazhet publike në tërësinë e tyre, në përgjithësi, jo në tërësinë, në përgjithësi janë falas në Imar, përveç disa plazheve që janë dhënë Bashkisë Imarës për t'i menaxhuar vetë, të cilat me vendim të Këshillit Bashkiak ne kemi një tarif në varësi të zonave, jo të gjitha tarifat janë të barabarta për çdo plazh, në varësi të zonave kemi dhe çmime të ndryshme. Kemi çmime për një çadër, vetëm për çadër në zona të ndryshme nga 3.000 lekë të vjetra flas gjithmonë deri në 5.000 lekë, dhe pastaj për ata që janë çadër dhe shezllon përsëri në bazë zonave ka çmime të diferencuara. Por pjesa dërmuese e plazheve publike në Bashkinë e Imarës janë falas. E qartë. Që ofrojnë falas, si çdo njeri mund të marrë çadrën e vet, sikurse është gjithë plazhi i Spiles në Imar, një pjesë plazhi në Potam, plazhi një pjesë përsëri edhe në Livadh. Pra, për ta ritheksuar, pjesa dërmuese përveç këtyre plazheve, përveç 3 plazheve që janë me pagesë dhe që tarifohen nga Bashkia e Imarës, gjithë plazhet e tjera në Imar janë falas. Dhe flem për të theksuar që nëse vjet ne kishim vetëm 30% të sipërfaqes Bregdetit, pra të plazhit publik, si vjet në total jemi rreth 49% të plazheve publik. E qartë. Nuk e di nëse po e dëgjonit para se të lidheshim bashkë diskutimin me sipërmarrësit apo me ekspertët tregut të pasurive të palueshme. Isha në teren. Një nga ekspertët, sipërmarrës në fakt në real estate, tha se teksa u bënte thirrje qytetarëve, biznesmenëve, intelektualëve apo ende investitorëve të huaj që të investojnë sa më shumë në zonën e Bregdetit, sidomos nëse flasin për jugun, thirrja ishte nxitoni tani, mos prisin të ulet çmimi se në jug çmimi 1 metri katror do të shkojë deri në 11.000 euro. Ju duken shifra reale? Unë nuk jam ekspert i real estate-it, por nga sa shikoj në këtë periudhë që unë jam kryetar bashkie në Himar, mendoj që janë më se reale ato që ju sapo përmendët, sepse unë nuk e dëgjova zotërin. Patjetër që ka një rritje çmimi edhe në këtë 2 vjeçar të pronave të palujshme dhe pres që ky çmim të rritet në